Faleminderit nën kryetar, vetëm për të dhënë kontribut pak për këtë çështjen e dërgimit të Forcës Sigurisë të Kosovës në misionin stabilizues. Me të vërtet pak po habitem me kolegë deputet pse i ngatrojnë gjërat kur ky vendim që sot po pritet që të miratohet do të duhet të ishte solemn për shkak se po e dërgojmë Forcën e Sigurisë të Kosovës bashku me aleatët tanë, pra me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mision i cili mision është përgatitur ka hera. Pra, edhe këtij misioni ka parapri pra një rezolut në Kombet e Bashkuara në Këshillin e Sigurimit. Prandaj nuk e përjashton pra edhe bordin e paqes, por bordi i paqes sot nuk është në rand dite, prandaj nuk e di pse ngatrohen gjërat kur për këtë mision është punu ka kohë, pra Forca Sigurisë të Kosovës ka bërë përgatitjet në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje qysh në dhjetor të vitit kaluar me autorizim të kryeministrit të Kosovës, komandanti i Forcës Sigurisë të Kosovës ka marrë pjesë në samitin pra e organizuar në Katar dhe gjitha përgatitjet janë kryer konform standardeve dhe me standardet më të larta. Pra ekipet e tëra edhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të Forcës Sigurisë të Kosovës kanë punu pa ndërprer dhe gjithçka është e përgatitur, pak janë mbështetëse nga qeveria e Kosovës gjithashtu. Prandaj unë nuk e di pse po i ngatrojmë me bordin e paqes kur nuk e përjashton pra ky vendim për dërgimin e Forcës Sigurisë të Kosovës. Ky është një vendim pra edhe një iniciativë që ka filluar më herët dhe është përgatitjet kanë qenë të intensitetit shumë të lartë. Prandaj unë besoj që për te debate politike që janë të panevojshme në këtë drejtim, se sot dhe kemi në rand dite këtë vendim, miratimin e këtij vendimit, dhe ftoj edhe kolegët deputet tjerë që kontributin ta dhënë aty ku janë të thirrur në Komisionin për Punë të Jashtme, se aty do të diskutohet në grupin punues që është ngrit, dhe këtu po më merr mendja që nuk është e nevojshme sot të diskutojmë këtë çështje. Ju faleminderit.